E kuptoni ju? Ka shpërndar Ministria e Luftës, sërish nga ato dosjet sekrete të UFO-ve. Besoj e dini që ka qenë një urdhër i presidentit Donald Trump që të bëhet publike çdo gjë që ka CIA, NASA, çdo gjë domethënë. Dhe videot e fundit që kanë dalë dje, që është e premtje, janë nga ato videot që dallohen ato pikat e bardha, të cilat janë filmuar nga avionët me kamrat e tyre termike. Videot paka shumë duken të ngjashme, po tre që bën më shumë përshtypje ishin dritat e një gjëje të pa identifikuar që ishte filmuar nga, po themi, nga punëtorët e një aeroporti në Kazakistan. Ishte një perle vërtet, domethënë, sepse ishte edhe me ngjyra, kurse videot e tjera që më bën shumë përshtypje ishin, po themi, disa pika të bardha që nuk kuptohet se çfarë janë, po në gjuhën teknike të ditëve sotme po quhen UAP, ishin si për një nëndece. Kështu që këto video nuk është se janë për t'ju treguar juve që janë alien, por qeveria amerikane po thotë që këto janë video, to kemi filmuar, kështu që vendosni vetë se çfarë po shikoni. Ciao.